Mirdita nga Fitur në Madrid, ku çelim pavionin e Shqipërisë me Albania All Senses, me një numër agjensish, partnerësh, shoqatash që vinë nga tour operator dhe nga gjithë ata që menaxhojnë turizmin në nivelin e shoqërive dhe të agjensive nga më të mirat. Kemi këtu me ne dhe natyrisht artistë, kemi profesionistë nga bashkitë, kemi ekipe që lidhen me promovimin e turizmit vendit ton, traditës, kulturës, folklorit, artizanatit. Kemi këtu natyrisht punonjës të Ministrisë të Turizmit, Kulturës dhe Sportit që kuptohet janë këtu për fushat e tyre të përgjegjësisë, sepse turizmi gjithmonë e më shumë nuk është vetëm plazhi, deti, çadra apo rëra, por kemi shumë nevojë për të pasur një turizëm eventesh, për të pasur një turizëm destinacionesh, për të pasur një turizëm të spektakleve, për të pasur një turizëm të aktiviteteve të shumta të këtyre sektorëve që i përmbledh tashmë Ministria jonë e re. Dhe këtu kam kënaqësinë të kem natyrisht edhe Agjencinë e Bregdetit dhe Agjencinë Kombëtare e Turizmit natyrisht që luan një rol kryesor dhe që do të luajë një rol kryesor në vijim në menaxhimin e promovimit të gjitha formave të Shqipërisë dhe të destinacioneve shqiptare dhe që do të punojmë natyrisht shumë fort me agjencinë, me ekipin, me skuadrën, që të kemi edhe promovim digital, promovim virtual dhe promovim sa më të gjerë sa i takon një turizmi gjithvjetor me më shumë se sa vetëm sezonin e verës dhe me më shumë territor dhe me më shumë gjeografi, ku natyrisht marrëdhënia me botën, marrëdhënia me partnerët e tjerë, me shtetet, me raste si ky panairit Fitur, na japin mundësinë që të kemi takime biznesit, kemi takime në nivel qeveritar, të kemi takime në nivel lokal, vendor, të kemi takime në nivel të organizatave botërore, globale, të turizmit, apo që mbulojnë sektorët, në mënyrë që ne ta kemi rrjetin sa më të fort, sa i takon shkëmbimit informacionit, sa i takon njohjes Shqipërisë, ndërkombëtarizimit dhe gjithçka që lidhet me dhënien e informacionit sa më atraktiv për botën në raport me vendin tonë dhe një kurioziteti gjithmonë më në rritje të gjithë atyre që janë të interesuar të vizitojnë, të shpenzojnë për turizmin në Europë, të shpenzojnë për turizmin në Ballkan, që Shqipëria të jetë një nga destinacionet më të preferuara dhe një nga kërkesat më të larta për të parë dhe për të bërë pjesë e planeve të individëve, të grupeve. Ne do të punojmë fort për turizmin dimëror, për turizmin e konferencave, për turizmin e retreateve të organizatave, sepse duhet të rrisim kapacitetet e hoteleve tona gjatë sezoneve për pjesën më të vështirë që është ajo e pjesës së dimrit për ne. Dhe që ne duhet që të bëjmë investimet më të qëndrueshme dhe duhet të bëjmë më të themi organike me të gjithë muajt e vitit dhe të kemi mundësinë që të përqendrojmë mbështetjen tonë për promovimin e Shqipërisë dhe jo për të mbështetur thjesht mbijetesën e disa prej subjekteve apo për disa prej sektorëve që lidhen me turizmin. Kështu që unë ju ftoj gjithëve që t'jeni me syt nga Madridi këto ditë, në fund të javës natyrisht hapet panajiri dhe për qytetarët e thjesht, edhe për individët të cilët duan marrë informacion. 2 ditë e para janë në nivel, siç e thash, të kontratave, të negocimit marrëveshjeve, të mbylljes së rezervimeve, të shumë prej atyre bashkëpunimeve që panajiri i Madridit dhe Fitur njihet më shumë nga gjithë të tjerët që është nga më të suksesshmit, sepse mbyllet numri më i lartë i kontratave, mbyllet numri më i lartë i porosive, gjë që i bën pastaj që ne të kemi një planifikim më të mirë të sezonit dhe të akomodimit në vendin tonë, ku e dim që ne vuajmë, sepse kemi sot që flasim, rreth 10% të turizmit të planifikuar në kuptimin e rezervimeve, gjë që është një shifër që duhet patjetër të rritet, sepse më shumë planifikim do të thotë më shumë investime të qëndrueshme, më shumë programim dhe më shumë optimizim i kapaciteteve i strukturave tona dhe i gjithë sistemit që lidhet me turizmin dhe me mikpritjen. Ndoshta edhe kolegët e tjerë do ndajnë këtu në momente të ndryshme në takime edhe me ju, edhe me publikun, edhe me informacione të ndryshme do të jenë online, të dhëna të tjera. Ejani në Shqipëri, njiheni Shqipërinë, duajeni Shqipërinë për atë që ajo është, autentike, është një eksperiencë e vërtet, është një vend me shumë ofertë turistike dhe është një vend që jetohet bukur dhe është një vend që
punohet bukur, është një vend që mund të jesh për turizëm, mund të jesh edhe për aktivitete ndryshme, tu do të jemi edhe për të takuar deri dhe promotor të eventeve, siç e përmenda, dhe të bashkëpunimeve, projekteve të cilat do të kenë bëjnë nga investimet deri tek projekte të cilat kanë bëjnë me aktivitete në kalendarin ton të spektakleve dhe të organizimit të festave të ndryshme në nivel rajonal, nivel kombëtar, nivel sezonal e tjerë. Unë ju përshëndes të gjithëve dhe falenderoj të gjithë ata që kanë punuar për panairin, falenderoj të gjithë ata që janë këtu me ne, falenderoj të gjithë stafin, skuadrën e MTKS-s, por edhe të agjensive që janë pjesë e sistemit tonë, falenderoj natyrisht ambasadoren tonë në Spanjë, falenderoj të gjithë ata që do t'jenë me ne këto ditë dhe që do ndajnë me ne nga bashkitë dhe nga biznesi dhe nga operatorët turistik, kohën e punës në Madrid për të pasur një sezon turistik 2026 më të mirë ndonjëherë. Faleminderit.